jeta është ajo e cila harxohet, çfarë do mënyrë që ja harxhon ajo shkon. Po fitimtar dhe i mirë te Zoti do të llogaritet ai njeriu i cili ka pas kujdes në raportet dhe lidhjen me Allahun xhaleshan. Ai i cili ka pas kujdes në mënyrën e fitimit dhe ishimin e familjes. Ai i cili ka pas kujdes në edukimin e familjes. Ai i cili ka pas kujdes në raportet ndërnjerëzore. Dhe ai i cili e ka kujtu se një ditë do të vjen dhe nuk do të përmendet më emrin këtë botë. Nuk thoj ke kërkush sot ka vdek Çelebia. Do thojshin gjenazën pe marmi me qute vorën, edhe emrin mos ne i përmeni. Hoxha e përmeni para se me fal gjenazën merhumi. Pse merhumi? Se jo Çelebia. Merhumi sepse ki pret prej neve